Deputetja nga rrethët e Vlenit, Mimoza Musa, në emisionin Debat në Shenja, ka vlerësuar se prania e politikanëve në protestën e studentëve shqiptar lidhur me provimin e jurisprudencës do të japë asaj ngjyrime politike. Ndonëse thot se kjo çështje nuk duhet politizuar. Ajo thekson se në vend të një rezolute pa peshë juridike, janë ndërmarr hapa konkret për zgjidhjen e çështjes së dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ajo sqaroi se është formuar një grup punues në kuadër të qeverisë, i cili do të shqyrtoj të gjitha ligjet që lidhen me këtë çështje. Ne, në vend që të nënshkruajmë një rezolutë e cila nuk ka peshë juridike, kemi ndërmarrur hapa konkret për ta zgjedhur këtë problem, dhe ato duke krijuar një grup punues brenda qeverisë, i cili do shqyrtoj të gjitha ligjet, sepse në dijenin time ekziston një rregullore pune në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Ajo rregullore parashet certifikatën e noterit e të juristit që mund të bëhet kërkesë të merret në dy gjuhë, maqedonisht dhe gjuhën shqipe, por nuk është precizuar asnjëherë, domethënë se në cilën gjuhë mund të jepet provimi. Tutje, ajo theksoi se koalicioni Vlen, gjatë vitit të parë të mandatit, ka realizuar rreth 2800 punësime dhe 800 avancime, duke veçuar përfaqësimin e shqiptarëve në institucione, nga ku tha se është rritur për 0.5%. Për këto, deputetja tha se bëhet fjalë për të dhëna nga viti i parë i qeverisjes, pasi për vitin e dytë ende nuk ka statistika të plota. Sipas të dhënave që i kam unë nga Komisioni Kadrovik në vitin e parë, sepse viti i dytë ende s'ka përfunduar dhe nuk kemi statistika të plota, do të thonë në vitin e parë janë realizuar diku 2800 punësime. 2800, lart poshtë, nuk do kisha dashur të jap, thonë diku rreth 2800 punësime dhe 800 avancime, edhe përfaqësimi i shqiptarëve në institucione është rritur për 0.5%. Pra vlerësoni se hap pozitiv. Kjo është një hap pozitiv edhe shkon drejt, domethënë në vit të parë të qeverisjes tonë kemi një rritje të përfaqësimit në 0.5%. Sa i përket çështjes për një përçarje të mundshme mes saj dhe zëvendës kryeministrit Arben Fetai, ajo deklaroi se relativisht ka raporte korrekte me të dhe se asnjëherë nuk kanë pasur probleme ideologjike, pasi që ndarjet sipas saj mund të ndodhen kur ka diferenca ideologjike, siç ndodhi me Arben Taravarin. Ajo tha se rruga e tyre me Fetain është për bashkimin e Vlenit, nga ku po ashtu tha se i ka dhënë mbështetjen e tij për të qenë nënkryetare e Vlenit.